Kjo është një lloj i fitneve që Allah subhanahu wa taala që njerëzve. Dëgjoni se në hadithet të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur vjen Dejjalli ju jep njerëzve çka bëdoni? Veç hadini me mua, hadin në partitë e une. Ço duni, apo doni ore, çka keni? Ta Dejjallat e tonë s'na japi kur gjë. Çka jep ai? Të tërën. Edhe me t'i dhonë kreç që t'jep Dejjalli apo zbon me shkuat domi dobia për të mërta këtë rajnatë. Se me qumë drejt ma mirë se me mashtru Dejjallin s'ka. Na i thojmë atina haqë se mirë e kije, a i leve na e pare argjend edhe ditën e mirë shumë, logikë shumë e mirë, ama s'bën. Ta shtë vjen Dejjalli t'jep shka dush, nëse shkon me ta, nëse s'shkon me ta të fanë, krejt, tërë. Është kjo shumë problemi ma, të shtunën për shi sa dush, dilën gjysdetit atje. Dikush për e tyre, djetarëve të bënë Israelve, se që ka ardhë ideja prej gjahilave, se djetarët i qesin këto ide, si thështë Shekh Abdul Qadir Arnauti, Allah subhanahu wa taala pas më shërue, ka ju shkon menja dhe këtë hoxhallarëve edhe iblisi që ditët, qysh ka shku menja kështu e. Ai boll është ekspert veç këta ja ka përcjell. Me të bindë që kufri është sevap, është vajib, veç ta që iblisi s'e bën kurrë. Kur hiç. Kur nuk ka mujt iblisi me bindën dikon që kufri është farz, kur hiç nuk ekziston. Asnjë rast i tillë kur nuk ekziston. Ta i bindin. Kanë thonë dietarët e tyre, tamam natë shtunën nuk zon peshë se është ndaluar, po shkruan tekst. Por ne qesmi rrjetat premten, ma anena ujit, edhe e lëm kurthin që kur t'hin ata të shtunën, rrjetat aktivizohen vetë. Peshqit mesin rrjeta, na shkojmë me morë me dillën. Pasha Allah, shumë ide e mirë është ta. Mos më konë që është haram, është shumë interesant. Shumë e mirë. Shtunën është ndalume, nuk shkojmë. Na po gjujmë peshqit gjumon. E i morë me dillën. A këna zënë peshqit shtunën? Ja. Kërë kanë qitë këtë ide, djetarët e Benu Israilve në popull, disa njerëz kanë thonë, jo, shkajni të thonë ju kjo zbën. Kjo është hile, kjo dallaver. Kështu na nuk vim me juve, as nuk ju njohim juve ju llogarit me si kundërshtar të fjalës së Allahut dhe fjalës Musës alayhis salatu wassalam. Një grup tjetër kanë thonë, po çka keni ju peshë nuk zini. Keni qëra punë. Çka duhen të bëjnë këta? Desh të shkojnë me zonë peshin, desh mos shkojnë. Punë për ta është. Dy grupe. E grupi i tretë janë grupi që e kanë lejuar. Në Kur'an, Allahu subhanahu wa taala grupin e parë që i ka lejuar dhe grupin e dytë që kanë lejt neutral i ka llogarit të njëjtë. S'dush me net neutral, dush me thonë që të shtunën s'ban me zo peshqi. Edhe që shtu shkajni të bojnë, të bëhe hile. Ja, mos u përzi neve s'na intereson, jo na intereson. E intereson se jeni duke e deviju fjallën e Allahut e fjallën e Musës alayhis salatu wassalam. Kur t'jenë të na, fjallën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. S'kem na qëndrim. A është i kriju më asë është? Nas nuk thojmë është i kriju, as thojmë që s'është i kriju. As nuk thojnë a bën, as nuk thojnë a zbën, për të shka vynë atëre. As bën kjo stubi, a i s'fol, as nuk thot bën, as nuk thot zbën. Ate nuk je i tillë. Besimtar, veçantit ata të cilët kanë dituri në çështjet të cilat janë madhore dhe rrezik për devimin e ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet me net neutral të çështja, por duhet me pas njënin prej qëndrimeve, këtë rast gjithmonë me pas qëndrimin e saktë, që në temën e fjalës është qëndrimi i saktë se Kurani nuk është krijuar për këto tre çështje, me të cilat janë praktike, për të cilat duhet me pas kujdes besimtar. E para, mos me prej Kur'anin vetëm se me abdes, e dyta, mos me udhëtu në venet e armiqve të Allahut me Kur'an me veti, dhe e treta, në çështjet të cilat janë madhore, duhet me ardhur një përfundim, ose po, ose jo, po gjithmonë me nxjerr përfundimin i cili është i saktë. Wa qulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.